Gjiro me syqin, sot është ndryshe nga herët e tjera, kemi dalë në terren, jemi në bulevardën dëshmorët e kombit, ku aktivisti dhe politikani mund ta quajmë tani, sepse pavarësisht saj nuk është në parlamentin shqiptar, por ka krijuar partinë e vet politike, i cili kandidoi në zgjedhjet e fundit dhe ishte në aleancë me Shabanin, me Endre Shabanin, dhe të gjithë dimë historinë se si përfundoi ajo aleancë. Por tashmë Adriatik Lapa këmbgul në atë strategjinë, qëllimin e vet, me një dalje ndryshe. Tashmë ka filluar i vetëm protestën para kryeministrisë. Sa ta ditë është? Dita e tretë sot. Dita e tretë. Sigurisht orët e natës janë të ftofta, sot është një diell si pranverë që i ndihmon të jenë dhe më të qetë. Adriatik, e nisej vetëm. Kush është kërkesa dhe çfarë preti të realizosh me këtë protestë? Protestat gjithmonë janë shëndetshme, por fatkeqësisht në tranzicionin 30 vjeçar shqiptar nuk ka ndryshuar në ndonjë gjë, ose ka ndryshuar në rrethin vicioz të dy partive kryesore. Që e kanë qarkullu pa ato me fjalë. Nuk ka ardhur domethënë një frymë e re, një mendim filozofik, politik, strukturor për të ndërtuar një shtet të drejtës me që ju jeni dhe jurist. Po të ishte lehtë, ishte ndodhur që në fillim kjo punë, apo kishim bërë të tjerë, është e vështirë, shumë e vështirë. E rëndësishme është qëndrueshmëria. Ne them gjithmonë i krahasim, Shkëmbi dhe Dauga janë të pakrahasueshme në forcë, Shkëmbi shumë i fortë, Dauga nuk e ka atë fuqi, atë koncentrim, por luftën në fund e fiton Dauga, e fiton sepse është me vendos. Ndër vite e gryen dhe derisa e bën zhavor, e bën rër praktikisht. Kështu që sigurisht që ndryshimi i mënyrës së menduarit të një shoqërie, sepse në fund ditës politika është produkti vetë shoqërisë. Jam plotësisht dakord. Është sfida. Nuk është vetëm çështje individësh, është çështje i sistemi dhe një koncepti të përgjithshëm në cilin funksionon një shoqëri. Për këtë arsye, më fal, po ju thatë një sistemin e ka ndërtuar politika. Politikën e ka votuar ky popull. Domethënë, ti do të ndërgjegjësosh shoqërinë apo politikën këtë rast? Absolutisht shoqërinë. Ju vetë thatë që kjo politikë është rezultat i kësaj shoqërie. Kjo politikë është rezultati i shoqërisë në cilin është zhvilluar, por ki parasysh që kombet i udhëheqin elitat, kombet i prosperojnë elitat. Dhe presupozohet që ata që kanë marrë besimin e popullit, elita që duhet ta drejtojë popullin, këtu në Shqipëri ka abuzuar dhe ka keq përdorur gjithë të besim. Për këtë arsye, gjithë sfida jonë është të ndërgjegjësojmë dhe të bashkëpunojmë me qytetarët për të goditur këtë sistemi i cili e ka marrë peng vendin. Praktikisht Shqipëria është një rreth vicioz që qarkuon, por nuk ndryshon as edhe një gjë. Në këtë drejtim, unë jam në këtë protestë, së pari një në mbështetje të drejtësisë sa i takon ngjarjeve të fundit, sepse duket qartë që kryeministri Rama është vendosur në sulm total ndaj gjykatës kushtetuese për të imponuar argumentat e veta të pabazuara në lidhje me zonjën Bauku, në lidhje me Belinda Baukun. Edi Rama thotë që gëzullimi i saj është antikushtetues për sa kohë nuk mund ndërhyet në kompetencat e një kushteti tjetër, që është ai ekzekutiv. Në fakt, kushtetuta e thotë krejt qartë që kryeministri mund të emërojë dhe mund shkarkojë çdo ministër. Kryeministri gjithashtu pretendon që nuk mund shkarkojë drejtorët e ministrisë përkatëse, sepse ministrja nuk është shpezuar. Në fakt, mjafton që kryeministri të shkarkojë ministrin dhe të emërojë një ministër apo një ministre tjetër, dhe ajo ose ai mund të procedojë me shkarkimin e drejtorëve. Kështu që argumenti i shtërp që ai përdor është qartësisht një argument për të hedhur hy syve qytetarëve, por qëllimi vetë ka presionin ndaj drejtësisë për të ndërhyjtur drejtësia. Kështu që së pari këtu jemi në mbështetje të drejtësisë, së dyti ai njeri duhet t'jap dorëheqjen. Dhe qytetarët duhet ta imponojnë. Do thoni ju jeni pak, po i vetëm e nisa unë, sepse kështu e kam konceptuar personalisht këtë formë reagimi. Që çdo qytetar del i vetëm, sepse del për atë që ai mendon se ky duhet iki, sepse ky duhet jap dorëheqjen. Dhe unë besoj ka mjaft arsye që shtresa ndryshme të popullsisë i bëjnë të gjejnë veten në qasjen që ai njeri nuk e përfaqëson më
autoritetin moral për ta drejtuar këtë qeveri. Dakor. Ju folët për elitat. Ju nuk e keni jetuar, ose as keni lindur në kohën e komunizmit, por gjithmonë është abuzuar me elitat Shqipëri. Dhe ky është një diskutim shumë i madh. Ose me atë që e quajmë ne, që rëndom thuhet në për studio televizive, se e kam ndërrejt dhe me të tjerë këtë problem, thuhet në për studio televizive, ne intelektualet. Duke qenë që jeni një djalë i lexuar dhe besoj të keni lexuar dhe historinë tonë dhe i shkolluar. Dhe me ato që keni lexuar dhe me ato që keni përjetuar gjatë këtyre viteve, a mendon se Shqipëria ka pasur elita ndërgjegjësuese që thoni ju, që jam dakord me ju sepse gjithë popujt i drejtojnë elitat. Por a kanë qenë elitat në shërbim të regjimeve atë gjatë periudhës komunizmit, po nuk diskutohet, por edhe gjatë kësaj periudhe, dhe këtë tregon fakti që ne nuk prodhojmë dot as demokraci dhe as shtetës drejtës. E vërteta e madhe është që regjimi komunist në Shqipëri, ata që ishin intelektualët e vërtet dhe që nuk planuan të negocianin në asnjë çast. Kur ishin intelektualët e vërtet? Ja, po ta shpjegoj. Ata që ishin intelektualët e vërtet dhe që nuk planuan në asnjë çast të negocianin, i ekzekutoi, i vrau. Bëhet fjalë për 45, 46, 47 deri në 67-ën me ndalimin e fesë. Jam dakord. Dhe aty për mua mbaron çdo gjë. I vrau. Po. Pjesa tjetër nisur nga predispozita që mund të humbisnin jetën, nuk e gjeti guximin të formsonte më një elitë të re. Tu është abuzu, se për shembull kemi intelektual që thonë kishin frikë mos mbisin jetën, por i kanë shërbyer regjimit dhe ne i majmë akoma si simbolet e elitës intelektuale, kombëtare, kulturore. Dhe është gabim shumë i madh, pra pikërisht. Intelektuali i vërtet që përballet me regjimet duhet të luftoj pa kompromis. Siç bota ka bërë, siç dhe ata që dhanë jetën këtu e kanë bërë. Jam dakord. Ishte negociuar dhe Wilson Boshmi, por nuk e bëri, e vranë. Nëse këtu ka diskutime, pastaj pas do hym në emra konkret, por ka një gjë që për mos diskutu më gjatë për komunizmin, po të themi aktualitetit. Gjatë regjimit komunist pa diskutim, unë e kam quajtur në librin tim, Shqipëria ishte një ferr para parajsës lindore. Domthonë komunizmi ishte edhe lindja, por ne ishim ferr, pra kishim komunizmin më brutal, më të egër. Dhe nuk mund të përballohet, dhe nuk i marr për të madhe dhe ato që janë bërë spion. Por ne nuk kemi bërë pas vitit 19 një katarsis dhe nuk kemi bërë një transparencë për historinë tonë, që për shembull unë kam qenë Ilir Demalia, po më rekurtoi sigurime, po më rekurtoi Adriatik Llapa si prokuror me dhunë me këtë. Pra ne akoma na drejtojnë ish komunistët dhe ish njerëzit e sigurimit shtetit në të dyja partitë politike. Ke në partinë që është në pushtet sot ti ke akoma një hetues dhe një prokuror që ka qenë që sot bën ligje në parlament. Nuk ka pas kur dy parti në Shqipëri dhe demokraci. Absolutisht. Shqipëria prej rënies komunizmit e deri tani ka një sistem hibrid. Të dy partitë të ndara që burojnë nga njëjta rrënjë dhe që ka manipuluar publikisht në mënyrë të vazhdueshme ata që kanë qenë njerëz të vuajtur të atij sistemi dhe që vazhdon sot e kësaj dite kjo klasë politike sillet me vendin në një mënyrë makabre si ata që ishin dje. Dikur ka qenë këtu nuk ta pranoj këtë se djet vriste, djet të shkatërronte jetën me familje, me fis. Edhe sot. Tash mos ta egzagerojmë sepse bombi pa besueshëm. Le, e marrun përsipër. Dakor. Po ta shpjegoj. Dikur ishte diktatura e dhunës, e frikës, e vrasjes. Sot është diktatura e shpërfilljes dhe e frikës, e cila sërish të vret. Si të vret? Se të vret ëndrat më zotri. Po je njëri që s'ke ëndra, që nuk e shpres, je njëri që jeton kot. Dale, të vret se të merr jetën e fëmijës, se në momentin që ai të shpërfill dhe nuk të dëgjon në ankesën tënde që nuk ka kushte jetese në këtë vend, ndodh që aty në Durrës plagoset një fëmijë pak ditë më parë, i ikin dritat në sallën e operimit dhe vdes fëmia sepse merret dhe transportohet drejt Tiranës. Të merr jetën më zotri kjo i diktaturë shpërfilljes, të lutem. Se ai fermeri aty në fush, duke qenë se këta lejojnë të importohen plera kimik jashtë çdo standardi, pa dashje përdor plera të cilat nuk plotësojnë kriteret, të elmon ty dhe numri i kancereve në këtë vend. Më lër ta mbaroj. Numri të sëmurëve me kancer në këtë vend. Nga 700 në vit mesatarisht që kanë qenë në fillim të viteve 90, sot ka përcyer mbi 7000 në vit, ndërkohë që numri i popullsisë ka rënë. Dhe është 10 fishuar
në raport me vitin 1993-1994. Pra, kjo diktaturë e këtij lloji sot, që ti flet, por nuk do t'ja di, sepse vazhdon të vjedh dhe me vjedhjen që të bën, vazhdon të mban pushtetin duke bler njerëz, duke bler media, duke bler analistë, të çon në përfundime thuajse të njëjta. Ose të heq fëmijën nga shtëpia, çfarë ishte internimi? Të hiqte robin e afër nga shtëpia, ta çonte diku tjetër. Këtë të bëjnë këta sot, ta heqin fëmijën nga shtëpia, ta çojnë në emigrim dhe ti nuk e shikon dot. Çfarë të bën ai dikur? Të merrte jetën duke të pushkatuar. Këtë të bëjnë këta sot. Ta merr jetën duke të dhënë ushqim që të vret. Ta merr jetën duke mos marr masa që të ketë energji elektrike për saun në spital. Ta merr jetën duke mos buxhetuar parat e ilaçeve në spitalin onkologjik dhe aty ti shkon nuk merr ilaçin dhe të vdes familjari. Ai dikur të vriste në mënyrë më brutale, ky sot të vret me procedurë. Ka që thjeshësh. Për një moment, po ti pranoj. E para herë ti je detyruar ti pranosh. Po prit, po më le të mbaroj. Tash ti problemi është raste të tilla ke edhe në Amerikë dhe në Perëndim që i vdesin njerëz në spital, unë nuk të krahasoj, unë tash kam të vazhdiet, ka raste kanë vdekur në spitale, kanë ikë drita, kanë raste sa dush të indiferencës, mjekëve po. Tash ti, sistemi mjekësor është problem sot kudo në botë. Jo, s'është kështu. Nuk thash që është kështu më. Unë kur të krahasova lindjen si parajs në kohën e komunizmit dhe Shqipërinë. Nuk kur në Amerikë që të shkosh në spitalin onkologjik në Amerikë dhe të mos ketë ilaçe. Dëgjoj o zotëri. Snoth, të dalë, të lutem. Të dalë kontrolli lartë i shtetit në Amerikë. Ti e di që industria e medicinës e këtyre ilaçeve është farmaceutika, është mafja më e madhe sot. Abuzimi më i madh bëhet me farmaceutikën. Abuzimi më i madh bëhet me farmaceutikën, ka shifrat i ku hys se ke telefoni i djalë. Mos krijojmë idealizma, tash nuk jemi më në kohën që ishim të izoluar dhe shifshim çdo gjë ideale. As nuk diskutohet krahasohet Perëndimi me Shqipërinë. Ne jemi gropa e zezë, por ta kam fjalën që nuk duhet bë populizëm dhe ta abuzojmë, sepse ka një gjë ti. Ti tash ke dalë këtu. Ti kur ke filluar me gomat e makinës, kur fillove dhe me partinë politike, ke pas shumë më tepër ndjekës. Sot që gjendja është, ke një kazus shumë të fortë, jemi këto 10 vetë. Çfarë ka ndodhur me Tikun? Një e dyta, ky popull që është në atë gjendje që thotit, pse nuk reagon? Pse nuk reagon? Se po të vi ke buka atë ku thotit, reagon populli. Ky popull nuk reagon, shifi, makinat qarkullojnë, njerëzit, restorantet ditë aty i ke plot. Vetëm benzinë që duan këtë makina që është 3 herë benzina më e lartë, nga del kjo, me burime zyrtare sigurisht kjo. Pra, tu ka një para që qarkullon. Atë, e para njerë duhet bëjmë marrëveshje fjale. Nuk ndodh në Shqipëri mungesa ilaçeve se kompanitë farmaceutike dhe lobi botror i këtij grupi interesit fuqishëm na lufton ne për këtë. Jo, nuk ka lidhje. Unë thash se incidente nuk ka lidhje fare. Vinte ajo që the në lidhje me sasinë edhe numrin e njerëzve. Keni parasysh që kur bëhet fjalë për dasëm, koha i vend gjithë në dasëm për të kërcyer. Kur bëhet fjalë për sakrifica edhe gjëra të vështira, është pak më e vështirë. Çfarë duhet të them? Sigurisht që në rrugtimin tim si Adriatik ka pas faza në jetën time që kanë qenë aktivizëm me energji pozitive të tipit mbi lule, pastro deti. Do ke pas shumë për krah, edhe unë kam për krahet, kam shkruajt atëherë se të vinë po. Këtu nuk jemi duke folur. Sepse ishte lëvizje qytetare. Jo. Këtu nuk jemi duke folur. Ajo ishte lëvizje ndërgjegjësuese, ajo që bëjsh atëherë. Jo, më lër ta mbaroj. Jemi duke folur për krejt gjëra të ndryshme. Këtu jemi duke folur për të vënë gishtin te plaka. Këtu jemi duke folur për të kërkuar largimin e atij që është autori i një sistemi që mban peng vendin. E largon vota më tipo. Jo, s'është ashtu. E largon vota. Jo, më dëgjoj. Largoje, ja ku je. Po je ta mbaroj. Merr armët, shko largoje. Hajde marrim armët. Ata mbaroj. Po. Do ta largojmë parë. Po, vazhdo. Tani mes situatës së aktivizmit pozitiv me shembuj konkret dhe nevojës për të ndryshuar autorin që ka kap peng të vend ka një gjë në mes që e ndan. Është një gjë shumë e rëndësishme, frika. Nuk angazhohet regjimi i shpërfilljes së Edi Ramës. Nëse ti angazhon njerëz për të mbjell lule apo për të nxjerr gomat apo për të dalë dhe për protestën e çmimeve, se nuk e kërcënon në thelb. Jam dakord. Ai angazhon të gjitha celulat e veta
që janë analistët e blerë me lekët e vjedhura të këtij vendi. Mediat e blera me lekët e vjedhura të këtij vendi. Biznesmen të mëdhenj që funksionojnë me lejet korruptive. Emra konkret. Më lër të mbaroj. Emra konkret. Shtresa të ndryshme të shoqërisë, që mbahen me parat e buxhetit të vjedhur të këtij shteti. I aktivizon si celula për të mbrojtur pushtetin e tij. Në momentin që ti e vë kishin në plak dhe i thua zotri jep dorëheqjen, duhet të ikësh se je i korruptuar. Nuk e jep dorëheqjen. Të lutem. Nuk e jep dorëheqjen. Dhe kjo që ne po bëjmë këtu, unë me të gjithë këta që kanë marrë përsipër të bashkohen rrugës, është një angazhim për t'i dalë përballë një njeriu që këdo i ka dalë përballë deri tani në pjesën më të madhe e ka korruptuar, e ka bler ose e ka shtypur. Dhe kjo, të lutem, dhe frika është elementi që e ndan. Pra jetojmë në një republikë që pretendon të jetë demokratike dhe të integrohet në Bashkimin Evropian dhe koncept bazë ka frikën. E di çfarë ndodh kur takon qytetarët dhe këtë ti s'ma mohon dot. Kur takon dikë i thua si je, mirë thot, se na ka ngel shpreha jam mirë, ë? Kur e pyet pak më shumë fjala e dytë që të thot, po ti kërkosh një angazhim, thot, po jo, mos e kam frikë se kam biznesin. Ja. Jo, mos e kam frikë se kam nusën në punë. Jo, se kam frikë se kam mirë në punë. Për komunizëm, realitetin ta çasun. Për komunizëm, ta pranoi frikën sepse ishte terror. Por edhe në komunizëm, me që folën për elitat, kush ka dash me njanohet, është me njanuar se komunizmi nuk ka ardhur me të vu revolën ballë me thonë, o do flasës është bodë është kushme. Po t'jap një shembull, një intelektualit madh. Lazush Poradeci, e tha openën 47-ën, jo si shkrimtarët e tjerë që thurën himne e poezi për partinë e për shokun e në verë. Pra, njeriu i ndërgjegj... Rritë Lazgushi. Një minut të mbaroj. Kur ka vdek Lazgushi, thuhet vërtetën deri në fund. Kur ka vdek Lazgushi, kur ka ndruar jek Lazgush Poradeci, qyteti e ka marrë vesh nga televizori, sepse nuk i rrinin afër Lazgushit. Sepse të gjithë u distancuan për faktin që ai ishte një qendrëstar për një regjim. Nuk e rrinin afër, jo qendrëstar. Qendrëstari ka gjetur Lazgushit. Ty cironga të thara në xhep, se ky sistem e kishte lënë atë, ai sistemi kishte lënë atë. Tash unë kam jetuar Lazgushin ti se ke jetu. Po tani unë lexoj se jam njëri që... Po lexon pra, po unë kam jetuar, ne kemi shkuar në shtëpi Lazgushit, kemi xhiruar në shtëpi Lazgushit. Po gënjeva ndonjë gjë nga këto që thash. Tash më let. A gënjeva? A thash vërtet? Nuk i them njeriu që gënjen. Ti ke mendimet tuaja, opinionin tat, i respektoj, por kur thua frikë, çfarë frikën? Ne të dy jemi këtu sot. Ti po fol fidesh më para zyrës kryeministrit, domethënë këte njerëzit kanë frikë, jo. Ka dy gjona, njerëzit janë indiferent sepse janë zgënjur nga politika, dhe janë indiferent sepse në një farë mënyrë kanë gjetë zgjidhje për të jetuar. Jam dakord me korrupsion, me trafike, me dreq, me të birin, por që ti nuk e se ti sa njerëz kalojnë këtu në ditë dhe po ti ishte ajo gjendje që tu. Se çfarë pret ti? Po jo. Po e kam bërë një herë unë këtë, 2 herë 3, dale ore se mos u nxitor, dale deri në fund. Prit duro. Tash edhe një tjetër do të them. Duro. Dale ta bëjmë bashkë bisedë. Bashkë vazhdo. Jo vetëm të më flasësh. Jo. Pa leme me minuta ti. Jam unë. Jep pa dogan, më shane, s'ka gjë, unë prapë jam nga ata që... Po, unë jam nga ata që nuk mërzitem në raport me... Sepse e shok të si angazhim publik, se po ta shkoja personale, nuk rria me ty sot, unë këtu të bëja intervjist, tani unë po të them, më të gjotë tani, më të gjose. Madje kësaj republike, unë mendoj që i duhet një brez njërzish, që nuk i shojnë si personale gjërat, po i shojnë publike. Pasus s'kam personale, ti e di se mi komuniku në dy. Më lërë të të kur edhe të doli ajo që të thashon me gje prure personale, të doli ajo që të thashon lidhe me aleancën, me partinë, me... Më lërë të shpjegoj të shka. Vazhdo. Ju thoni që nuk kam frikë. Unë po të ta shpjegoj çfarë kuptoj me frikë. Dhe shoqëria jon ka frikë. Dhe... Po si ka frikë mërti ku mediat folin qatë den? Po s'folin qatë. Qi fol qatë dush? Tash ne jemi para kryeministrisë. Unë fol qatë den. Jo. Unë fol qatë den. Mere hape dhe më gjej një edicion lajmesh që është transmetuar rezistenca që ne po bëjmë këtu. Një edicion lajmesh. Sotri, të lutem, nuk është ashtu. Lere këto lajle lule tani, më dëgjoj more tani. Tu t'jap mendimin tim. Pa dashur të imponojmë, po t'jap mendimin tim. Cila është frika? Tu është ndërtuar një sistem politik, jo vetëm ky që është sot. E ka ndërtuar dhe Berisha para këtij, madje ai e ndërtoi i pari, ky e perfeksionoi. I dha ngjyrat. Cili sistemi? Këta kanë korruptuar shoqërinë duke e futur në anti-ligj. I lirë, më ndiq me vëmendje. Po ndiq. Duke vështirësuar jetën e përditshme të qytetarit, e kanë lejuar përmes strukturave shtetërore të hyjnë në anti-ligj, të bëj shkelje ligji, dhe pastaj këta ta mbajnë peng për ta legalizuar në
aspekt të ligjit. Çdo me thënë, po të marrë një shembull. Në Shqipëri sot është më e vështirë, jo sot, po ka 25-30 vjet, ka qenë më e vështirë të ndërtoje me leje ndërtimi se sa të bëje shtëpi pa leje dhe ta legalizoje. Dakor. Pse është bërë kjo? Që ta lëm popullatën të shkoj, të hyjë në antiligj, pra të ndërtoj pa leje, pastaj paratë e jetës së tij, djersën dhe sakrificën, ti ketë të varura te vullneti i politikës për t'ja legalizuar rrugës, që do të thotë, ai duhet të hesh, se nëse nuk hesh, nuk i legalizohet. E nëse nuk i legalizohet dhe nuk hesh, mund t'i prishet. Për këtë jam dakord. Jo, edhe për çështjen e pronës, që ti nuk e prek. Edhe çështja e pronës. Unë e prek gjithmonë. E dyta ajo që. E dyta. Ja, ajo është e para. Prona fillon e para. Ta dash legalizimin se Jo, e di pse më qe kape, se jam dakord me ty, se çështja e pronës është kjo që ndodh që theti me të drejtë, jam plotësisht dakord 100% me ty këtu, që këta të gjithë politika e 35 vjetë lejuan dhunuesit e pronave publike dhe private t'i rrëmbejnë, t'i ndërtojnë dhe i kanë legalizuar dhe njerëzit pronarët që janë legal, janë ilegal sot. Tani, e kuptohet çka ka ndodhur këtu? Shembull i dytë. Ndan tokën bujqësore me 7501-shin, pa u kujdesur që së pari t'i jepnin tokën atyre që e kishin babait dhe të gjyshit. Pastaj çatë ngelej le ta ndanin. Pse e bën këtë? E bën që t'i mbajnë peng, ka sot 34 vite pas i zhndar me 7501-shin, që pronarët real nuk i kanë marrë pronat, përfundimisht apo shpërblimet që u takojnë për shpronësimin që u zbër, dhe nga ana tjetër dhe këta që i morën me 7501-shin nuk i kanë marrë certifikatat. I mbajnë varur, i mbajnë dhënë njerëzve që s'kan as i pronë janë dhënë mijëra metra katror tokë, në një kohë që njerëzit që janë pronarë sillen me letra gjyqjeve 35 vjet, dhe ti e di. Prandaj kur thash përmend emra zot nise, po folim pa emra, emra konkret. Ta mbaroj. Pra ai njeriu që ka përfituar. Jo se këtu jemi dakord 100% për këtë. Si mos jesh. Po këtë jam dakord 100% vazhdo. Dhe treta. E kanë lënë Republikën e Shqipërisë të vegjetoj, të punoj dhe të zhvillojë aktivitetin e biznesit në nivele të ndryshme, në informalitet. Treguar njerëzve sikur gjasme u bëjnë nder që i lënë punojnë në informalitet, në fakt i mbajnë peng dhe i marrin qafë. Që kur të vi puna që dikush të guxoj, ti thon, pushoti se po të erdhëm thonë të atimet, ke punuar në informalitet. Dhe ai informaliteti i ka shkaktuar traumë këtij vendi një. Ajo familja që ka punuar në informalitet, sot nuk shkon dot në bank marrë një kredi sa i duhet, për të bërë një shfrytëzim si duhet. Sot nuk është e lirë të shpreh mendimin e vet, sepse dalin dhe i thon, do të vim aty, do të bëjmë një rivlerësim dhe do të ndjekim evazion fiskale me radhë me radhë. Sot nuk ka fuqi për të shkuar e për të marrë atë pensionin apo kujdesin shëndetësor që i takon, sepse dikur e kanë lënë të paguaj, të mos paguaj dhe të punojnë në informalitet. Në total, këta kanë ndërtuar një sistem ku qytetarin e kanë futur në antiligj. Gjasme i kanë bërë nder në atë kohë për ta mbajtur peng gjatë gjithë kohës përmes monopolit të ligjit. Dhe kjo është e vërteta e madhe dhe kjo është ajo që ne duam të shpëjmë. Nëse ne nuk e themi siç është dhe nuk e zhbëjmë këtë gjë, ne vazhdojmë. Ta kam thënë dhe tjetër, ka dy rrugë për të përmbys një regjim. Tash ti e pranon se pranon, edhe zgjedhjet që u bën komisioni zgjedhjeve, ose BE, o diri ndërkombëtarë ti pranon zgjedhjet si të gjithë, edhe në Amerikë ishte defekte, edhe në Europë ka defekte zgjedhjet, ti pranon me defekte, por zgjedhje të pranueshme dhe ashtu. Tani ti thu ky t'hiki. Nuk jep dorëheqjen. Ti ke fuqi me votë, e provove, nuk kishe, nuk po them për fajin tata, për fajin e sistemit e njënën tjetër, pa dyshim sistemi, unë jam dakord me këtë sistem zgjedhor, por në anën tjetër, që ta rrëzosh një qeveri do votën, e vetë me rrugës vota ose armët. Tash ti me votë e provove, nuk e rrëzove dot, me armë nuk e bën sepse është nuk është e lejueshme dhe nuk është me armë ndarë u me kurrë. Po, tash shumë dakord, jam me ty. Dhe në anën tjetër është që ti ka rënë numri për krasëve. Pse ke bën një analizë? Kjo s'është e vërtetë. Po ja ku jemi? Shumë gabim. Ti grumullosh e 1000 vet. Jo, mor zotri, un kam grumulluar edhe 50000 vet për atë punë, po. 50000 nuk e di, po 1000. Kjo është pak 10000 po thele. Kjo është pak po e sigurt. Nëse. Nëse s'ka nëse. Ajo që po them është shiko sa ti është. Ti i lirë. Njësoj je sot me kur ike nga Shqipëria në vitet 90? Ja. Ja. Tani, kytë është dashkoj që të rritesh si njeri? Patjetër. Ekonomikisht, intelektualisht, aspekti social. Edhe sot mësoj akoma. Tani, unë do doja që Shqipëria të që bërë që në kone Skënderbeut,
ose të paktën në kohën e Ismail Gjemali. U krijua shtetit që ndërtuar me themele të mira moderne, por fakti është që ne ende sot nuk e kemi një republikë normale. Për këtë nuk mund të kërkosh as mua dhe as presin tim Bullgari, as njeri. Ne mund të kërkojmë juve që nuk e bët luftën si duhet. Po. Se unë jam fëmija jote në mosh, apo jo? Baba im është sa ty, paga shumë. Tani, në mosh. Tani, ne kemi të drejtë të kërkojmë ju llogari. Po edhe fëmijët sot kanë drejtë të kërkojnë një llogari. Se ti je pjesë e kësaj politike, pse je se kësaj tallavaje. Po je pjesë. Për mira je pjesë. Je pjesë tiku. Se ti thua s'ke hapësirë media, o ke pas hapësirë media ti ose ke. Se thash këtë, nuk e thash. Se njerëzit dëgjojnë. Se që nuk e japi këtë, nuk e japi këtë. Jetë saktë. Shiko, në profesionin ton, për një presë janë dënuar me vdekje njerëz. Është shumë e rëndësishme kjo. Dakor, vazhdo. Po do të më citosh, më citos saktë. Jo, saktë. Dhe që këtë protest nuk e jap media. Nuk e kanë dhënë. Lajmet nuk e kanë. Lajmet nuk e kanë dhënë. Po, lajm mund ta japin, duhet ta japin. Tani. Ne kemi të drejtë si brez të kërkojmë llogari brezit të vendeve tanë. Pra të kërkojmë juve llogari. Nuk e kryt si duhet atë punë në 90 camë. Po. Film të viteve 90. Jo, s'ke punë, këta që ne jetën këtu unë kisha hikë. Personalisht me gjeta. Ja që më keq pra hike. Hikam. S'kisha zgjidhje tjetër. Nuk dezertova valla. Hika. E vetëm ja zgjidhja ishte hikja. Në mënyrë figurative ne hikam për ne s'ka rëndësi. Dakor, po ta quaj dezertim, si duhet. Po, dakor. Si thushi, dakor. Mund të që bë luftë më e ashpër. Po, ishte se bën këto luftën e pengon këto. Po ti ishe pjesë e asaj që s'mon. Jo më valla se pakic. Ore se ka qenë dhe 8 dhjetori këtë ditë. Gjithë Hilja është bëm dhjetor me studentët. Po ti sa më the mua je pjesë e politikës dhe je si këta, pra ja që s'jam si këta, se edhe ti s'ke qenë si ata atë. Po unë kam ikë 6 muaj para se dhjetorit. Po mos ta ikim nga personalja. Ikim nga personalja. Po ti isha me këta, unë do isha sot parlament se mora vota më shumë se të gjithë këta. Jam dakord. Jam dakord, po pse? Po pse se atë qëndroi fjalë. Se refuzova këtë që rritet Kotina më pas. Jo, ti the, me që dole aty, ti the, dhe aty u kapën gjithë me ty, ti the që po të dalë unë i dyti, po dali vetëm një, unë nuk do jem, do jetë ai që është i pari. Pra, kur ti jep fjalën, duhet i marrësh fjalës me një fol. Politika është prostitut. Jo. Po, politika është prostitut, e ka thënë Churchilli me gjë. E ka thënë Churchilli. Po duhet ketë një moral mrena imoralitetit. Jo. Politik. Pra, ka të tilla si ajo që përmendet ti që merren me politikë, po politika në vetvete nuk është ashtu. Ka dhe njerëz të mirë në politikë në të gjithë botën. Po kudo ka njerëz. Tani me jetë politika ka degeneruar në gjithë botën sot. Po mirë, ajo që unë po them është kjo. Ti thua dhe një fjalë. Ta marrim me radhë, me që se hape. Po. Se nuk kemi pas rast të bisedojmë. Vazhdo. Faktet janë shumë të rëndësishme. Një. Kur e kam bërë unë atë deklaratë, e dini? E ke bërë para zgjedhjeve. Sa muaj para zgjedhjeve? Tash s'kujtohet, po e di që para. E kam bërë në dhjetor të vitit 2024. Po, çfarë ka? 6 muaj para zgjedhjeve. Po. Në kohën që unë e kam bërë atë deklaratë, kam qenë koalicion me njeri apo e kam bërë si parti politike e bënjan? E ke bërë, ke qenë vetëm. Vetë, shumë mirë. Kam thënë unë që atë mandat doja kaloj, nëse merret një doja kaloj gruas më të votuar në listën tonë. Po. Iku dhe ky fakt. Pra një fakt është që kam thënë 6 muaj para zgjedhjeve. Fakti i dytë është që kam thënë pa qenë në koalicion me një parti tjetër. Fakti i tretë është që kam thënë që pas meje do ta marr njeriu më i votuar, grua i partisë tonë. Tani hym në koalicion. Unë kam qëndruar në atë fjalë zotëri, se ai mandat nuk erdhi kurrë te unë që të shikoja ti do e mbaj apo jo fjalë. Tani unë të sfidoj ty. Po sikur unë të ta provoj ty me dokument të shkruar, pra komunikim telefoni, që unë gjatë gjithë kohës i kam kërkuar zotëris në fjalë, eja që unë të mbaj fjalën dhe ai mandat i kaloj gruas më të votuar të partisë tonë. Se unë nuk isha mandat të adhuroja dhe një tjetër. Dhe nuk ka pranuar duke thënë, ti zotri, ke dhënë një fjalë ti, nuk e kam dhënë unë. Me quhimin që ta merrte zotria që të shkonte te Edi Rama, si të shkoj dhe po shkon te pazari që po del hapur për avokat popull. Tani, ku është mos mbajtja e fjalës nga ana ime? Me erdhi mua ndonjëra i mandat dhe nuk e mbajta fjalën, se këtë s'po kuptoj unë. Do ti që se mbajta unë, apo është kështu si thua ti? Jo. Ti dole do ta morë unë mandati, pastaj u kriju gjithë gjurëllëdia. Zotri, mandati nuk dhurohet. Nëse s'ka rëndësi. Dhe një herë, mandati ishte i partisë Lëvizja Shqipëria Bëhet që populli ja dha. Dhe unë nuk mund ta jepja te një subjekt tjetër përveç se te një antar i lëvizjes tonë, sepse nëse unë do ta bëja, me të drejtë, ti i pari do të çohesh edhe do thoshe, kush je ti zotri
që trafikonte një parti tjetër. E ke shitur do thoshe. Ja, ishit koalicion. Jo, Koalicion. si në koalicion ka qenë dhe LSI-ja me Partinë Demokratike dhe këtu në bulevard u vran 4 njerëz për Ilir Metën se që me doktor Berishën pra të pokun, po ku ta dinim ne që 700.000 euro të atëherë sot do na dukeshin tauje madhe, ë? Dhe u vran 4 njerëz dhe pak kohë më pas, 2 vite më pas, Ilir Meta shkoi në koalicion me Edi Ramën dhe u harruan ata 4 njerëz që u vran në bulevard. Nuk më thua do të mua ishe në koalicion zotri, se ai që ishe në koalicion, ai që ishe në koalicion me mua, sot po karon me firmat e Partisë Demokratike ndaj të cilës bënde opozit dhe do votohet për të bërë avokat populli me firmat e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Kështu që e vërteta është ajo që ti unë dhe e vërteta është ajo që gjithë Tirana. E vërteta është që Edi Rama më ka dërguar mua në qershor dikë për të më bërë pjesë qeverisë ti, e kam refuzuar dhe jo për një ministër, po për 2 ministra dhe për zvendës kryeministër. Është kështu siç ta them unë dhe dal ta mohoj. Dhe dhe 2 javë dhe 11 javë, më fal, 11 ditë më vonë, ai zotria ka dërguar dikë tjetër, ai zotria dhe të dal ta mohoj, dhe unë prap kam refuzuar dhe pas 4 ditësh ai zotria ka bërë pazar me atë tjetër. Kush është ai dikë që ka dërguar? Të dalë Edi Rama. Kush është ai? Jo, ti këtë kemi të keqe. Kush është ai dikush që ka kërkuar? Tani të dalë Edi Rama dhe ta mohoj dhe do të. Ora mund dalon. Kush është ai dikush që ka kërkuar që t'ja themi? Të dalë Edi Rama ta mohoj. Ora, a ka ardhi Ilir dhe Malia? A ka ardhi X, a ka ardhi Psiloni? Kush që ardhi ky njeri Edi Ramës që propozoi? Ora mund vinë shumë në emër të Edi Ramës. Dëgjoj. Mund vinë shumë. Dëgjoj këtu. Ti si mendon që shkuan në atë koalicion janë 64.000 vota, nga të cilat 54.000 i kishte lëvizja jonë. Në rregull? Ti si mendon? Shkuan te ai që s'kish vota dhe nuk erdhën te unë për trokitur, si mendon ti? Ore, nuk po të bëjnë dyshim te fare. Unë po të bëjnë dyshim se nuk ke kurajo me thonë emrin e atij. Kurajo, siç po them këtë do t'i them gjithë. Po emrin, kush është? Emrin më. Ja po ta shpjegoj. Po pse se thua emrin? Dhe një herë po ta shpjegoj. Ore, pse se thua emrin? Se nuk të beson njeri pa emër. Mos më besoj. Tani më dëgjoj mua. Dakor. Më dëgjoj mua. Vjes që të preka se. Jo, vazhdo. S'kam problem fare, po. Okej. Më dëgjoj tani. Ki një gjë parasysh. Çfarë duhet të bëj unë? Të shkoja me atë që të bindja ju që ai erdhi dhe më ofroi atë që ofroi? Pse fakti që i thash jo, duhet shkoja një herë me atë unë që të çoheshit ju dhe thoshit tradhtari. Jo. Jo, ashtu do të. Jo. Shumë mirë ke po pse nuk thua emrin e atij që ka ardhur? Të dalë ai dhe ta mohoj dhe ta them unë. Jo, ai ja del nesër ta mohoj. Ai ta mohon, ti të kaçuar. Po çit emrin ti? Valere më tha. Mirë. Tash po të pyes për gjë konkrete. Nesër në gjykatën kushtetuese do të jetë çështja e shkarkimit e pezullimit të Belinda Ballukut. Po. Shiko, tani nga afër. Mendon duke më aq i keq sa shtoshe në. Kush më kam thonë as i keq pa lene tash. S'ka problem. Lene sa më kanë. Tash problemi është. Mendon se nëse do të lejnë fuqi pezullimin gjykata kushtetuese, e cila pastaj kthehet në normë, do të krijojë një precedent shumë keq për të ardhmen ku një prokuror apo një hetues mund të shkarkoj një antar qeverisë, pastaj a duhet ta shkarkoj ky është hesab tjetër. Po mendon që nuk duhet kaloj kjo dhe duhet rrëzohet për arsye se do të krijohet një precedent i keq për të ardhmen se ajo do të kthehet normë po edhe gjykata kushtetuese. Pra mund shkarkoj dhe unë nuk mendoj që ka një institucion më të lartë se parlamenti dhe kur flasim për ndarje pushtetes, atëherë nuk ka të drejtë qose Spaku, prokuroria e ka Belinda Ballukun për ta futur në burg, shkojnë në parlament, kërkoj shkarkimin e saj, ta mori, ta arrestoj, si janë gjithë. Po kjo është një precedent shumë i keq që do të kaloj nesër. Unë mendoj, ti je jurist, fjala për ty. Shiko, ekstremitetet nuk janë asnjëherë të mira. Po shkohet në ekstremitetin e zbatimit të një. Dakor. Shkak se ky refuzon që të zhvillojë atë detyrë në mënyrë normale. Pra nëse kryeministri i vendit, një njeri që është Mani Pandeu, që është zvendës kryeministra dhe ministre, në një logjik normale të çdo vendi normal, do t'i thoshte zonjë, hap krahun derisa të sqaroj situata dhe hajde prap. Po. Gjykata nuk do ndryrynte, sepse po ta vësh re, gjykata ka qenë shumë e kujdesshme. Nuk e ka bërë që në fillim pezullim. I la 10 ditë kohë.
Pra I la kohë kryeministrit që të merrte masat që I cakton kushtetuta dhe ligji që ai ta bënte atë veprim. Ai se bëri. Tani unë po të pyes ty. Se ajo që ju thoni hipotetikisht mbajt një precedent që mund shkaktoj një problem. Pra, Po nga ana tjetër, unë po të pyes ty. Por nëse do të veprojë kundërta, nuk shkaktohet precedenti që çdo ministër mund të vjedh dhe mund të shkojë pastaj në zyrë dhe aty letra në tavolinë t'i ndroj si do, se letrat janë ministri. Si mund veshti që je I pandehur, në ministri ti mund të ndosësh provat më zotri. Ti I ndron fletat, I ndron proces verbalet, I ndron dokumentat. Nuk mund të hysh më aty sepse ti ke akses në dokumenta të cilat mund ndikojnë te çështja. dakor. Tani në këtë drejtim, nëse ky do të kishte ruajt logjikën normale, si ndodh në çdo vend normal, gjykata nuk do të arrinte në ekstremitetin e përkatës. Kur ky nuk e bën, gjykata vendoset në ekstremitetin e zbatimit të ligjit, që dhe për mua nuk është mirë që të shkojë gjithmonë aty more. Por ky duhet ta bënte, nuk duhet ta lindë veten në atë pikë. Tani Po mirë, po nëse e marrim që kushtetuesja nuk e pranon këtë pezullim, dhe ky nesër shkarkon Belinda Ballukën, por het një precedent rrezikshëm që mund të jetë të ardhmen, që mund të bëhet deri gruashteti. Shikon. Sepse Nëse gjykata tash nëse vim tek Spaku është bërë një organ pak populist. Se ju jeni jurist dhe përpara çdo njeri që tashmë e thot dhe një fëmijë I vjeç, çdo njeri është I pafajshëm deri në momentin që të fajsohet për fundimi I pafajësisë. Pafajësinë e 30 I kushtetut. Po, tash problemi është kjo gjykat kur në perëndim, unë e kam përmend shumë të rrugë, përmend prapë edhe ky majori I New Yorkut me 12 akuza shumë të rënda, akoma në gjendje të lirë është. Mbaroi mandatin, pra njerëz të zgjedhur e kanë atë status, sepse nuk mund të morë, se atëherë krijon atë që quhet gruashteti. Pra, a ishte e nevojshme që edhe Spaku mos nxitohet, merrte materialet, dhe nëse kishte materialet forta leacion të parlamentit. Po të bëj një pyetje unë ty. Një e dyta për daljen edhe gjë të pyes. Për daljen e sekreteve hetimore. Një. Dhe për daljen e bisedave private që gjithë botën janë ndaluara me ligj. Unë mund të kem vrarë njëri, bisedat e mia familjare me gruan, me dashnoren, me dreqin, me birën nuk nxirren. Jam dakord me ty. Ky është gabim. Sepse edhe pse vrasët I ruhet integriteti dhe dinjiteti njerëzor. Absolutisht. Nuk mund ta bësh, se çdo njeri ne kemi gjona private, tim familje, unë nuk mund qiten ato të bëhen, tallava e tallavas darkës nëpër emisione televizive. Do me thënë, ideja është që edhe ligji ndaj mbron, dhe unë mendoj që prokuroria posaçme në këtë drejtim mund të bëjë shumë më mirë. Duhet të jetoj kush I nxjerr këto. Se edhe avokati nxjerrin këto. Edhe policia, edhe prokurori. A duhet një ligj që edhe avokati s'do të qisi? Jo, është ligji. Po. Të dënon, më është vepër penale. Është vepër penale. Absolutisht. Tash a duhet të tim kush që nxjerr këto? Absolutisht po. Absolutisht po, është gabim I madh. Sepse, shiko, gjyqet nuk mund të bëhen publike, gjyqet ndaj ka gjykat. Se publikisht ti nxjerr një pjesës që ti intereson, po ndërkohë dosja ka 700 fakte, po ti bashkosh. Del ndryshe biseda, pa konteksti, gjëja. Shkëput një pjesë, e shkëput jashtë kandidacion, siç bëhet me intervista, shkëputin e pjesë dhe ta. Eksakt. Në këtë drejtim, ligji është, duhet zbatuar dhe ka shumë për të bërë. Por, më the diçka që jashtë ndodh që kanë akuza, jeton në gjendje lire, është e vërtetë. Po jetojnë dhe në arrestuar një pjesë. Tani edhe në Shqipëri ndodh ajo. Në bashkiaku I Ersekës. Dale. Është në proces. Vazhdon, jetojnë në gjendje të lirë. Apo jo? Po. Ministrat të caktuar, po jetojnë në gjendje të lirë. Po me rastin e Reveliat, mendoj që është si procedurë flas, se është I zgjedhur. Dhe si çanodhi. Ja ku erdhën prapë aty. E shkarkuan, e ktheu gjykata kushtetuese. Domethënë, se m'fal se je jurist, unë mund të jem fajtor, po për shkelje procedurës çështja ime mund të pushohet. Për cilën pjesë? Dhe nëse nëse çështjet e këtyre njerëzve do të pushohen për shkelje procedurës, çfarë do të themi? Dhe një, ta marrim me radhë. Për kryetarin e Bashkisë Tiranë, pjesa e iniciuar nga kryeministri për shkarkimin e tij u rrëzuar nga gjykata kushtetuese. Sepse po ta marrësh ligjin 139 të vetë qeverisja vendore, le një dyshim aty, por në diskutimet, dhe unë e kam thënë dhe në media para, edhe pse merrte atë koston që më thosh që mbron atë, po e vërteta që ajo,
Jo, më duhet punë më duhet të jesh. Vjen në nivel të drejtave dhe detyrimeve. Bravo. Duhet të ngrihesh në nivel të drejtës, nivel kushtetues. Pra, si deputeti, si kryetari i bashkisë, për sa kohë është i zgjedhur, në nivel kushtetues mbrojtjen e kanë të njëjtë. Njëjtë. Kështu që gjykata kushtetuese mbajti qasjen e duhur në atë rast. Patjetër. Se ky është ligji, unë jam profesionist, nuk mund Pa ne pyet më, unë jam politik kur unë jam i fushës. Jam dakord. Po nga ana tjetër, niveli i masave shtrënguese, sepse masat e sigurimit personal janë ato që vendosen gjatë një hetimi ndaj një personi. Janë dy lloje. Janë masa shtrënguese dhe masa ndaluese. Masa shtrënguese janë për shembull masa heqja e pasaportës për të udhëtuar jashtë shtetit, ose arresti në shtëpi, ose detyrimi për të paraqitur, ose detyrimi për të lëvizur vetëm në një pjesë të territorit caktuar. Ndërkohë masa ndaluese është pezuimi për të kryer një detyrë të caktuar, siç ndodhi në zonjën Bauku. Shumë ka gjyqtar që mund ta jepnin që zotëri, po tisha unë mund ta jepja. Hipotetike nesër Tiku bëhet kryeministri i Shqipërisë. Se është kollaj të flasësh, si thojnë Amerikan, hecësh me kpucë tjetrit e provon se sa. Kjo është situata, me informalitetin, me trafiqet, me drekje, me dbire, me mungesën e shtetit, me institucionet, pavarësinë e institucioneve, gjitha këto, dhe drejtësia pavarësisht që korrupsioni padyshim është bo gangren këtë vetë, por edhe si veprohet, tashi nuk po veprohet me populizëm, se na kujto ato kohët e vjetra. Tashi, ti lapaj, për ta thënë korrekt. Si do të veprojsh ti dhe si do ta zgjidhësh gjithë këtë problem, se kollajo me qenë këtu dhe hajde shaj. Ta jap me 2-3 shembuj që të kuptohet, mos ta them kështu klishe. Do të klisheja do që duke marrë vendime që nuk i shërben zgjedhjes së radhës, pra zgjedhjeve të radhës, po që i shërbejnë brezave që vijnë. Kjo do që klisheja që është kopjuar si shprehje, Por ta shpjeguar për qytetarin thjesht do të qe kështu siç do ta them tani. Po të lexosh vendimin e gjykatës kushtetuese për ligjin për legalizimet, ka një argument që thot për sa kohë ky fenomen është shumë i përhapur në vendin tonë, nuk mundet që të anashkalohet e përpasoj duhet ligjërohet. Thot gjykata kushtetuese. Me fjalë të thjeshta për ta kuptuar këtë. Ajo gjykata kushtetuese. Kjo e vret demokracinë. Pse e vret? Sepse ti mund të logjikosh me antiligjin duke menduar se ata kanë shumicën e votave, se ata kanë shumicën e ekonomisë, se ata kanë shumicën e numrave. Zgjidhja që duhet gjetur duhet jetë proporcionale dhe e drejtë. Ta ligji për legalizimet, kur është konceptuar në Shqipëri, është konceptuar si një ligj i partisë pushtet që të merrte sa më shumë vota për zgjedhjet e radhës. Dhe e kanë përdorur gjithë partitë. Eksakt. Ka ardhur partia tjetër, e ka shtuar afati, ka shtuar kriteret, e ka zgjeruar, që t'i jap mundësi vetes të bëj vota. Dhe kemi legalizuar krimin. Dhe çka ka ndodhur? Shiko çka ka ndodhur pasojë. Ti ke pas një shtëpi pas kuqan. Ke shku për ta legalizuar. Ta kanë tundrat legalizimin gjoja pa lek. Jam dakord. Ta kanë fut vua. E di pse? Se ti ke legalizuar një shtëpi ku porta jote është muna të rrugës, nuk ka trotuar. Dhe fëmia jote del nga rruga. Dhe s'ka konkretisht trotuar, gazejon ndërtime, ku s'ka trotuar. Dhe fëmia jote del nga shtëpia direkt në rrugë. Në rrugë. Ta shtyp makina. E kam fotografi. Fjalë idemi është identik çfarë thënë ju dhe kam thënë, ore ky njeri që ka ndërtuar, si s'ka menu për fëmijë, se del fëmia nga shkalla hyn në rrugë direkt. Po ti mendon dhe shteti përmes ligjit. Tani, e dyta. Dole, shpëtove, nuk të shtypi makinë. Ec më tutje të duhet një park për të çuar fëmijën, për të dalë babaja apo nëna mbas dite. Nuk ka. Ec pak më tutje të duhet një çerdhem, të duhet një kopshmë që të vej fëmia. Nuk ka. Të duhet një qendër shëndetësore, një spital, nuk ka. Shkona Astire ende sot me 80.000 banor nuk ka një shkollë. Tani, të lutem. Kjo ka bërë që këta përmes një ligji që synonte votën, të mos mendonin si shtetar, po të mendonin thjesht si pushtetar të radhës, se po të mendonin si shtetar do kishin bërë një ligj të tillë. Po, unë do të legalizoj shtëpitë, pra shtetin. Por do të legalizoj pasi të bëj një plan urbanistik për çdo zonë. Dakor. Që këtu duhet shkolla, këtu duhet spitali, këtu duhet trotuari, këtu duhet rruga, këtu duhet çerdhja, dhe kjo do të na çonte ne drejt një shoqërie që ndërtohet pa kosto. Se sot ti e legalizon dhe duhet ta shpronsojmë ne që të bëjmë shkollën, jo mor zotri. E dyta, ajo shtëpia jote që ke bërë pas kuqan ti, nuk ka vlerën reale. Se duke qenë një shtëpi pa trotuar, pa kopsht, pa çerdhe, pa shkolla, pa spitale, pa parqe, nuk ka vlerën reale. Pra ajo shtëpia jote sot mund të ketë vlerë 200.000 euro,
Ndërkohë, po të kishte infrastrukturën e dur, mund të kishte vlerë 2 milion euro. Percepcionit, po ta marrim se për gjithon, për korrupsionin, për administratën, për nivelin, për lene parlamenti ku ka shku për turpe faqezesa. Problemi është që të gjithë që vinë për vjetë, nuk vinë për të bëhë. Tash ti, si do ta çmontosh gjithë këtë piramidë, sepse është më kollaj të edukosh një njeri pa edukum se të edukosh një njeri të edukum keq. Edhe kjo është. Pra, ne si shoqëri e kemi këtë, duhet pranojmë realitetin, mos themi shoqëria s'ka, këto nuk erdhen nga me UFO, këto nga kjo shoqëri kanë dalë, gjithë kjo politikë, gjithë ky parlament nga kjo ka dalë. Pra, si do ta bësh ti këtë, se ky është problemi, se për të konstatuar jemi lot duke konstatuar. Pra, ty të mungon elita, e pranon, ty të mungon vullneti dhe ke një popull që i është dakord me këtë gjendje. Tash ti si do e bësh? Je mbi njeriu i Nietzsches? Jo. Ne këtu në shesh, nuk kemi për të treguar si do ta bëjmë. Në këtë fazë, këtu në shesh ne jemi për të hequr atë që e ka bërë kaq keq. Nuk ikëm tash. Të lutem. Jo, nuk ikëm, si do e heqësh? Të lutem. Si sa njerëz ke hektë? Të lutem. Rrëdhe i mujtë, ha. Po të lutem, ke gabim. Dgjoj, ti ke jetuar për sa vite në Amerikë? 35. 35. Ti besoj e di rastin e çadrës kundër armëve bërtamore të dera shtëpisë parë. Që është dhe sot. E fitoi ajo atë kauzën. Po. Po di edhe vendos kufizimi limititar. Di edhe Abraham Lincoln që të vendim që thot unë kur kam të drejtë dhe besoj në të drejtë edhe i vetëm jam majorancë. Faleminderit. Po, vazhdo. Unë këtu kam dalë për shprehjen që Abraham Lincoln i thot. Qytetarët duhet ndërgjegjësohen dhe duhet ta bëjnë dhe do ta bëjnë. Ajo që ndodh në Bullgari do të ndodh këtu shumë shpejt. Do të ndodh këtu. Ti mendoj që ti kur nesër do të mundi bulevardin? Unë mendoj që ajo që ndodh në Bullgari do të ndodh edhe më shumë këtu. Unë mendoj që ajo që ndodh në Greqi do të ndodh këtu. Dhe jam këtu për të mbjellë atë farë. Për t'i hedhur ujë dhe plë asaj fare. Dakor, po të besojmë ti, ke njerëz? Po më dëgjoj plaset. Ke njerëz që ta bësh vetëm të e bësh ti? Jo. Ke njerëz? Jo. Ju më të thash nesër po je kryeminist. Ke njerëz, ke administrat ku do ikësh? Nesër. Ti je kryeminist nesër. Nesër. Ku do ikësh? Populli voton. Tani më pyet si e mendoj politikisht. Po t'jap ty 83 vota si Ramës. Jo, të vim si vjet aty. E para njerë unë mendoj që Shqipëria nuk ka bërë në këtë tranzicion asnjëherë zgjedhjet lira dhe demokratike realisht. Asnjëherë. Nëse ne duam ta bëjmë mirë këtë punë, na duhet njerë të garantojmë zgjedhjet lira dhe demokratike. Po fitoi Edi Rama, unë i shtrëngoj dorën e tij. Ti je i bind. Sepse shoqëria ecën keq se është kundra pedal tërkozva. Ti do të bësh një gjë të del, është sport kombëtar këtu në Shqipëri. Tani nëse duam ta bëjmë mirë, kjo histori do. E gjithë klasa politike, e gjithë shoqëria të imponojë një qeveri tranzitore me afat 12 mujor, e përbërë nga intelektualet më të mirë që kemi në gjithë botën. Ti thu tash se kemi elita intelektuale dhe se thon intelektualet më të mirë. Po ku janë më, pse nuk dalin më ti, pse na çmenet më burr? Pse nuk dalin më ta njerëz? Ata mbaroj. Të cilët keni mandat 12 mujor. Të kemi një qeveri me mandat 12 mujor, tranzitore, e cila do ketë detyrat për Kush i vendos këto më ti? Po ta shpjegoj Po ke parlament më valla, ku do ta gjesh, si do ta bësh ti? Nuk bi dakord më ky, nuk bi dakord. Edhe unë them hajde më hiq. Kjo punë nuk ikë njeri më. O zotrinë, gjendje të jashtëzakonshme që ka çdo shoqëri dhe merren veprime të jashtëzakonshme. Në Nepal, diti si u zgjodh kryeministria aktuale, që është tranzitore. A e di apo jo? Është zgjedhur me një sondazh në një aplikacion në rrjetet sociale, zotri, sepse që gjendje e jashtëzakonshme. Studentët, Brezi Z, të lutem, është e vërtet verifikohet. Brezi Z u çua, i mori zvarri, i hoqi dhe u krijua qeveria tranzitore me afat të caktuar, të lutem, me votim online në rrjetet sociale. Po boje, ku i ke. Ty ore tiku. Ti thu tash i tërhoqi zvarr. Tërhiqi pra zvarri ku e ke. Më lër tash. Ti më tërhiqi zvarr. Më lër më tash shpjegoj. Ai që un po them për mbledhje 1 minutë ke. Se kalon pa. Për mbledhje 1 minutë. E fundit është kjo. Një shoqëri ndryshon kur ajo do të ndryshojë. Nuk ka fuqi që ndal një shoqëri që do të ndryshojë. Unë këtu jam për të dhënë këtë mesazh dhe për të bërë këtë model reagimi. Nëse mendon se kam dalë këtu që t'i tregoj shqiptarëve që kam numra, o zotri, unë këtu nuk kam angazhuar as ekipin tim, as partin. Kam dalë për ta bërë bio, sepse vetëm bio, po ti kujton se ai nuk ka informacion për këtë gjë, po ata përgjojnë telefonin tim 24 orë, ata më vërë njerëz, po ti je i bindur ti që ata nuk kanë informacion. Mirë, hajde. Mos bëjmë paranoja tash. Po mirë, në rregull.
Ti mendon Leta përgjën, ja më i kam thonë një kënë timore, ti përgjën 24 orë. Dua të them. Që ai e di që kjo gjëja po vjen dhe po bëhet bio, sepse nuk Ti thu që kryeministri është i friksuar nga kjo lëvizje jotja. Çdo hajdut është i friksuar nga çdo njeri. Tash hajdut është banale. E ke provë se edhe jurist. Ke provë që është hajdut? Un kam të drejtë për një njeri Ke provë që është hajdut? Ja, po ta them unë provën. Po. Un kam të drejtë për një njeri politik. Sa hajdut edhe si term është shumë banal. Ata mbarojnë tani. Po. Un kam të drejtë. Se mund të jesh ti nëse do të thonë vetë hajdut. Po le të më thonë po bëra këto gjëra. Tani ajo që po them është, mua po më thonë për gjëra që s'kam pushtet, jo më vin pushtet. Po, patjetër, kur vjen pushtet, ke edhe përgjegjësi, domazh dhe kosto dhe dura. Tani ajo që po them është kjo. Ai zotri përbau me të unë e kam si drejtues i shtetit, si kryeminist, nuk e kam si Edi Rama si individ. Po si drejtues i sigurisht. Nëse ai nëse s'është kryeminist, unë s'kam punë me të si Adriatik, po ka drejtësia le të ketë. Për mblidhe 30 sekonda, si do ta mbyllësh? Sekondat janë shumë të thjeshta. Po. Unë ja them atë shprehje sepse është ai që ditë edhe thoshte unë firmos fap për inceneratorët. Tani ku janë inceneratorët? Ti je gazetar, ku janë inceneratorët? Si janë inceneratorët? Tani lekët ku kanë shkuar? Ta provoj drejtësia ku. Unë nuk jam prokuror. Unë si votues, unë si qytetar, unë si taksa pagues them që janë paguar parat ndërkohë që inceneratorët nuk janë. Mi pra, përse nuk del? Përse akoma s'është mbyllë çështja e inceneratorëve? Përse nuk mbyllet 11 janari? Përse nuk mbyllet Gërdeci? Përse nuk mbyllet? Hajde. Tigo, faleminderit, do shifemi prap. Masi jave të shohim të rrish numri, po të rrit numri këtu në kej prap. Ka pak rëndësi ajo që ti thua, ka rëndësi ajo që unë bëj.